Një 36 vjeçar i pik K dyshohet se u ka dhënë Veliun me sasi të lartë të vjehrrit dhe vjehrës për të vjedhur një shumë parash nga banesa e tyre në Librazhd. Sipas njoftimit të policisë së shtetit, ngjarja u zbulua pasi bashkëshortet e moshuar u dërguan fillimisht në spitalin e Librazhdit dhe më pas në QSUT në gjendje të rënduar shëndetësore dhe të dyshuar për intoksikim. Falë veprimeve të shpejta të policisë u bë mundur identifikimi dhe arrestimi i autorit, i cili rezultoi të ishte IPK dhe ndri çiftit të moshuar. Hetimet treguan se ai kishte dhënë një dozë të lartë medikamenti qetësues të dyshuar si Valium, duke shkaktuar dëmtime të rënda shëndetësore dhe më pas kishte vjedhur paratë. Të dy bashkëshortet ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.